Shikojmë që ka një mbërritje të protestuesve edhe në të majtë të ekranit tek selia e Partisë Demokratike, pra pasi ata kanë qëndruar për disa momente në zonat rreth parlamentit apo edhe pikave të tjera ku është zhvilluar kjo protestë e Partisë Demokratike gjatë mbrëmjes sotme, ndërsa siç jemi duke parë shohim deputetin e Partisë Demokratike Klevis Balliu, i cili me disa të rinj shkon në një anë tjetër, në anën e djathtë të selisë së Partisë Demokratike. Në të anë të majtë jeni duke parë se çfarë ka mbetur tek pjesa e urës, pra tek rruga e Elbasanit, ku atje vazhdon të ketë një pozicionim dhe një stacionim të forcave të policisë dhe gjithashtu edhe të automjeteve ujëhedhës. Një të paktën është vetëm disa metra larg selisë së Partisë Demokratike, i cili ka qëndruar gjatë gjithë kohës aty në momentet kur ka patur një përdorim të bombave apo gjithashtu edhe të formave të tjera. Enkel Xhangolin kemi tek selia e Partisë Demokratike për të dhënë më tepër informacione. Enkel, çfarë po ndodh tani, se ka hyrë Berisha më herët, ndërsa tani duket se po vinë edhe drejtues të tjerë të Partisë Demokratike në seli. Protesta është drejt fundit. Sa po u fut dhe kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, ndërkohë në seli ndodhet edhe zoti Berisha, po ashtu dhe sekretari i përgjithshëm i PD-s zoti Flamur Noka, por dhe deputetë të tjerë janë mbledhur brenda në selinë e Partisë Demokratike. Zoti Berisha, para se të hynte, siç e dëgjuam parë emëroi se protesta nuk mbaron këtu. Dhe do të presim nëse zoti Berisha do të dalë përsëri për të grumbulluar qytetarët, pasi një pjesë e tyre ndodhen pikërisht siç e shikojmë nga pamjet live në oborrin e Partisë Demokratike dhe erdhëm nga rruga kryesore pasi vijuan edhe pa Berishën që të afroheshin kordonit të policisë, i cili gjithashtu është përgjigjur me ujë dhe gaz lotësillës, por deri në këtë moment edhe protestuesit nuk kanë një orientim të qartë se ku duhet të shkojnë, përsa kohë edhe zoti Berisha, por edhe kupola drejtuese ndodhet brenda në selinë e Partisë Demokratike, ndërkohë që në këtë moment nëse sa pam edhe zotin Koreshi, i cili po ashtu u fut brenda në selinë e Partisë Demokratike me deputetët e tjerë, ku duket se do të ketë një lloj konsultimi mes zotit Berisha dhe deputetëve nëse kjo protestë do të vazhdojë apo do të mbyllet këtu me një fjalinë të zotit Berisha, që siç e kemi parë zakonisht zoti Berisha mban fjalimin për mbyllës. Por kjo mbetet për të parë, por duke u nisur nga fakti që zoti Berisha paralajmëroi se kjo protestë për sot nuk mbyllet me ardhen në selinë e Partisë Demokratike. Do të presim se çfarë vendimi do të marrin pas konsultimit midis deputetëve dhe strukturave të tjera të Partisë Demokratike, dhe nëse do të ketë një tjetër marshim edhe një herë drejt parlamentit, po kur ne e pam ku sapo protestuesit nisën të afrohen afër parlamentit apo në rrugën që të çon nëpër parlamenti, menjëherë policia përgjigjet me ujë ose duke hedhur gaz lotësillës në rast se hasën rezistencën e protestuesve, që duhet thënë që her pas here kanë hedhur dhe molotov në drejtim të makinave ujëhedhëse, por edhe ndaj forcave të policisë. Në momentin që hidhet molotov, sigurisht policia i përgjigjet me gaz lotësillës për të bërë të mundur shpërndarjen e protestuesve. Në këtu ku ndodhemi ne nuk ndodhen të gjithë protestuesit, pasi për shkak të kaosit të krijuar nga gazi lotësillës janë shpërndarë në rrugë të ndryshme, në zona të ndryshme për të shmangur gazin lotësillës. Ndërkohë që protestuesit që janë ndodhen pikërisht këtu në oborrin e selisë së Partisë Demokratike ishin të drejtuar, të orientuar deri më tani nga kryetari i grupit parlamentar zoti Bardhi, por në momentin që zoti Bardhi është futur në selinë e Partisë Demokratike, ende tashmë nuk është e qartë se çfarë protestuesit do të bëjnë, nëse do të qëndrojnë të presin zotin Berisha që të dalë dhe më pas të kemi një marshim tjetër, apo do të ketë një fjalinë për mbyllës dhe të quhet e mbyllur kjo protestë. Por në gjatë kohës që ne flasim në rreth rrotullim në kryqëzimin e rrugës Elbasanit, pikërisht në rrugën që të çon drejt parlamentit, vijon përplasja me qytetarët, madje nuk mungojnë edhe molotovët, të cilët dëgjohen deri në selinë e Partisë Demokratike. Po ashtu shihen edhe flakët kur ato shpërthejnë që nga selia e Partisë Demokratike. Pra çka këto shenja paralajmërojnë që ky aksion ende nuk ka përfunduar nga ana e protestuesve, pavarësisht se zotit Berisha nuk është prezent. Kjo ishte një protestë disi më e veçantë dhe më pjesëmarrje nga ana e qytetarëve në parlament, për shkak se ishte prezent dhe zoti Berisha. Por tashmë një grup qytetarësh e vijojnë të vetëm, le të themi, betejën e tyre me autoritetet, ndërkohë që një pjesë tjetër përpret se çfarë zoti Berisha do të bëjë, nëse do të ketë një tjetër marshim apo do ta quajë të mbyllur këtë protestë. Deri më tani edhe nga
nga komunikime që jemi përpikur të marrim, ende nuk kemi marrë informacion, siguruar informacion nëse do të vijojë apo jo, pasi janë ende në konsultim, pra midis zotit Berisha dhe deputetëve të Partisë Demokratike. Do të konsultohen nëse do vijojë dhe sigurisht edhe për të patur edhe një skenar të qartë se si kjo protestë do të vijojë gjatë ditës së sotme. Pasi qytetarët duhet të vendosur, pasi vinë në selinë e Partisë Demokratike, kthehen përsëri në rrugën kryesore për të bashkuar një pjesë tjetër që vijon të përplasën me punonjësit e policisë pikërisht në kryqëzimin e rrugës Elbasanit që shkon për tek parlamenti dhe vijojnë të hedhin edhe molotov. Ndërkohë që një grup tjetër ndodhet pikërisht në rruga kryesore ku përballë selisë së Partisë Demokratike ku presin orientim nga deputetët apo nga zoti Berisha. Po, kuptoj. Ndërkohë Enkel, të gjithë përfaqësuesit e Partisë Demokratike që ishin pjesë e kësaj proteste ndodhen në ambientet e brendshme me zotin Berisha apo ka edhe nga ata të cilët janë në terren siç pam para pak çastesh, për shembull zotin Balliu i cili u largua sërish nga ambientet e jashtme të selisë së bashku me disa të rinj. Jo të gjithë, pasi disa deputetë sipas zonave të tyre, disa deputetë ndodhen ende në terren dhe së bashku me protestuesit vijojnë që të qëndrojnë në rrugë kryesore, po ashtu vijojnë edhe të përplasen me punonjësit e policisë, por kjo është le të themi një qëndresë e qytetarëve për inerci më shumë për të qëndruar në protestë, por jo një orientim mirëfill nga ana e Partisë Demokratike, pasi ende nuk ka një vendim pra nëse do të mbyllet kjo protestë apo do të vijojë me një tjetër rikthim në parlament apo qoftë edhe një marshim tjetër nga Partia Demokratike dhe kur them nga Partia Demokratike përfshir këtu dhe kryetarin e Partisë Demokratike që aktualisht ndodhet në selinë e Partisë Demokratike. Por kupola drejtuese, disa deputet, por sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Noka, kryetari i grupit parlamentar, zoti Bardhi, po ashtu dhe disa eksponentë të strukturave të Partisë Demokratike dhe organizatorë të protestës ndodhen pikërisht në selinë e Partisë Demokratike për të konsultuar. Ndërkohë një pjesë e deputetëve ndodhen ende në mesin e protestuesve për t'i orientuar ata dhe për t'i mbajtur le të themi të karikuar për të qëndruar në përballje me autoritetet, por gjithashtu dhe për të qëndruar edhe para selisë së Partisë Demokratike, pasi dhe ata vetë presin një konfirmim dhe një lloj përgjigje nga kupola drejtuese e Partisë Demokratike nëse këtë protestë do ta deklarojnë të mbyllur apo do ta vijojnë këtë protestë. Por ende nuk është e qartë nëse do të vijojë dhe ende është e paqartë nëse do të vijojë se si do të jetë skenari i pjesës së dytë së kësaj proteste, të cilën zoti Berisha e deklaroi të pambyllur në hyrje kur në momentin që u fut në selinë e Partisë Demokratike. Ka disa minuta që është futur së bashku me pjesën tjetër të deputetëve dhe kupolës drejtuese të Partisë Demokratike. Do të presim se çfarë do të prodhojë le të themi ky konsultim mes tyre. Janë diskutuar skenar të tjerë përveç kësaj proteste, siç thuhet para çdo tubimi që organizon Partia Demokratike, qëndrim në bulevard, grevurie, një ngritje ndoshta edhe të një çadre, siç më herët e ka bërë selia e Partisë Demokratike për të shfaqur kundërshtinë në lidhje me qeverisjen e Ramës, apo të paktën edhe kjo protestë datës 20 shkurt me gjas, sado që entuziast do të jetë e njëjtë me ato të 22 dhjetorit, 24 janarit dhe 10 shkurtit, Keli. Nuk ka patur konsultim të mirëfillt për skenarët të tjerë të kësaj proteste, pasi nëse do të kishte, në fakt nuk do të kishte dhe e nevojshme që ata të konsultoheshin, zoti Berisha pra dhe kupola drejtuese të konsultoheshin pikërisht në mes të protestës. Ka patur pati një skenar në fillim që të mos shkonin, në fillim e lanë që u vendos që të mos shkonin në parlament, por më pas ndryshoi ky skenar dhe siç e pam u shkuar në parlament dhe u përballën sërish me autoritetet. Por duket se deri këtu ishte skenari i le të themi zyrtar dhe ato çka kishin parashikuar vetë organizatorët dhe çka ne e kemi përcjell para se të nisë protesta që protestuesit qytetarë do të drejtoheshin edhe parlamentit, por deri këtu ka qenë skenari zyrtar edhe i mirëfillt i protestës së sotme. Ndërkohë çka do ndodhi nga tani e tutje do të jetë një vendim i momentit që duhet të merret nga zoti Berisha dhe deputetët e tjerë dhe drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike që aktualisht ndodhen në seli duke diskutuar me njëri tjetrin. Pra, ajo çka do të ndodhë nga tani e tutje do të jetë një vendim i momentit, pasi skenari i mirëfillt ka qenë deri këtu, pra protestë para kryeministrisë, ku nuk munguan dhe molotovët dhe më pas marshim drejt parlamentit. Por ajo çka nuk u parashikua, le të themi, ka qenë edhe prezenca e zotit Berisha në mes protestuesve në marshim, pasi në protestën e fundit nuk ka qenë i pranishëm, ndërkohë që sot vendosi që të vendosi kundra gaz syze të mbrojtëse dhe të bashkohet protestues
protestuesve drejt marshimit në parlament, dhe ku e pam që edhe zoti Berisha u përball me gazin e sjelljes, po ashtu edhe me ujë që hedhin autoritetet nëpërmjet autobotëve. Referuar numrit të gjithë protestuesve që ishin tek bulevardi Dëshmorët e Kombit kur nisi protesta, besoj është reduktuar numri i tyre pavarësisht se në çfarë zonash janë të shpërndar, po do të thotë që një pjesë e tyre edhe janë larguar në Kelpra, sepse nga pamjet që shohim janë grupe, një grup tek selia e Partisë Demokratike, një grup tjetër tek parlamenti, po si do të qoftë edhe nëse bëhen gjithë bashkë, besoj janë më pak se sa që ishin në nisjet të protestës kur pati edhe fjalime tek bulevardi përpara kryeministrisë. Po, besi numri është reduktuar i protestuesve, sigurisht nuk është ai numër qytetarë që ishte i pranishëm para kryeministrisë, por duhet thënë që të gjithë qytetarët të cilët ishin të pranishëm në protestën para kryeministrisë, në momentin që zoti Berisha ju bashkua marshimit, të gjithë ata e kanë ndjekur zotin Berisha drejt parlamentit, por në momentin që u përballën në parlament me gaz ilocillës dhe me ujë të hedhur nga ana e autoriteteve, u shpërndan dhe kanë kapur zona të ndryshme. Pra duhet disa qytetarë ndodhen këtu në selinë e Partisë Demokratike, disa në kryqëzimin e rrugës që të çon drejt parlamentit, disa të tjerë ndodhen në zona të tjera pranë parlamentit, por sigurisht që numri është edhe më i reduktuar për shkak të gazit ilocillës, pasi ka qytetarë të cilët edhe nuk e përballojnë dot efektin që të jep gazi ilocillës, por po ashtu edhe presionin në ujë që hidhet në drejtim të tyre. Ndërkohë qytetarët tashmë janë mobilizuar, ndodhem këtu në Seli, por edhe këtu në këto momente ka po afron gazi ilocillës, pasi kanë hedhur shumë pranë gazi ilocillës, pasi qytetarët ndodheshin pikërisht në rrugën kryesore të selisë së Partisë Demokratike, por duke hedhur gaz pranë selisë së Partisë Demokratike, efektet e gazit ilocillës kanë ardhur edhe këtu tek ne dhe po përpiqemi të ta shmangim sa më shumë, pasi gazi sigurisht shpërndahet shumë shpejt. Por në dispozicion për të shkuar në një vend më të qetë, sepse me transmetimin ne mund të vazhdojmë. Në këto momente jam ende mirë, dhe mund të komunikojmë, por efekti gazit vijon edhe të shtohet, por duke qenë se ambienti këtu është edhe i mbyllur në selinë e Partisë Demokratike, pra është një ambient disi i mbyllur dhe gazi qëndron më gjatë dhe efekti sigurisht ndihet edhe më shumë, por tashmë ka ndaluar hedhja e gazit ilocillës, pasi qytetarët janë larguar dhe janë afruar drejt selisë së Partisë Demokratike. Nuk e di sa dallohet nga kamera reja e gazit që qarkullon. Po, edhe duke hedhur shpare pranë gazi ilocillës, por edhe gazi ilocillës i hedhur në kryqëzim në rrugës së Elbasanit për shkak të erës që fryn në drejtim të selisë së Partisë Demokratike, vijnë pikërisht këtu duke bërë disi të vështirë dhe për protestuesit që qëndrojnë të grumbulluar. Po ta shikojmë nga pamjet, deri pak momente më parë ka qenë mbushur me qytetarë, ndërkohë që tani janë grumbulluar në zona të ndryshme, duke boshatisur deri diku le të themi oborrin para selisë së Partisë Demokratike dhe duke u përpjekur të shmangin sa më shumë gazin ilocillës. Por në këto momente që ne flasim, ka ndaluar hedhja e gazit ilocillës. Paktën flas për zonën pikërisht këtu në selinë e Partisë Demokratike, ka ndaluar edhe hedhja e ujit, pasi qytetarët janë grumbulluar dhe nuk po reagojnë le të themi në drejtim të autoriteteve. Pasi hedhja e ujit dhe hedhja e gazit ilocillës është një kundërpërgjigje ndaj veprimeve të qytetarëve që tentojnë të afrojnë kordonit të policisë. Po. Enkel, ti ndodhesh tek selia e Partisë Demokratike, po kam përshtypjen meqense ke patur edhe lëvizje gjatë ditës duke ndjekur protestuesit që kur nisi protesta, në sa pika mund t'i kemi protestuesit aktualisht që jemi duke folur? Një pjesë janë tek selia e Partisë Demokratike që i shohim në të majtë të ekranit, atje ku ti je duke raportuar. Në të djathtë shohim një pjesë tjetër pavarësisht se në numër më të vogël që ndodhen pak më sipër policëve tek xhamia që lidh pjesën e parlamentit me rrugën Elbasanit dhe me rrugën më pas bulevardin Zhandark që çon tek selia e Partisë Demokratike. Në zonat e tjera ku mund të jenë të shpërndar ata në këto momente, duke marrë parasysh se kreu i PD-s Berisha tha pra që protesta do të vazhdojë? Po, në këto momente që ne flasim, unë mund të them pak të maj sa unë arrita të konstatoj në momentin që isha me ta, se pasi përveç këtyre pikave që ti besi përmende, disa qytetarë detyruan që të ktheheshin përsëri nga erdhën, pra në drejtim të pazarit të ri, por gjithashtu edhe në drejtim të rrugës që çon për te bashkia. Por ai ka qenë ndarja fillestare kur hodh gazi ilocillës në fillim dhe mund të jenë rigrupuar përsëri për të bashkuar protestuesve të cilët
ndodhen te kryqëzimi i rrugës Elbasanit, pasi atje ka qenë përballja më e fortë. Por duhet thënë që kjo nuk është një ndarje e organizuar, që mund të flasim me pika të caktuara që protestuesit kanë zënë, le të themi, për të shprehur revoltën apo për të paraqitur qëndresën e tyre. Por kjo ka qenë një ndarje në grupime provizore për shkak të imponimit që jep gazi lotësjellës dhe jo për shkak të organizimit që ka bërë Partia Demokratike. Pasi ne e përmendëm më herët, ka qenë një skenar që shkonte deri tek parlamenti, ndërkohë që çfarë ndodh pas kësaj, pra nga shkuara e parlamenti janë veprime tashmë që vijnë nga vullneti i qytetarëve, por jo nga organizimi i Partisë Demokratike, pasi vetë Partia Demokratike nuk e ka ende një orientim zyrtar, pasi e theksuam që ende ndodhe në Seli zoti Berisha dhe kupola drejtuese për të konsultuar se çfarë do të vijojnë, se si do ta vijojnë më tej këtë lëvizje. Ndërkohë kemi qytetarë që her pas here, ata qytetarë të cilët ndodhen në oborrin e Selisë së Partisë Demokratike, i drejtojnë përsëri rrugës kryesore për t'i bashkuar qytetarëve dhe më pas i drejtojnë kryqëzimit të rrugës Elbasanit, ku është dhe përballja me punonjësit e policisë, me efektivët e policisë, por nga ana tjetër efektivët e policisë duke hedhur ujë dhe gaz lotësjellës përpiqen të përfitojnë sa më shumë terren, duke afruar dhe detyruar të paktën grupin i cili ndodhet pranë Selisë së Partisë Demokratike për t'i detyruar që të futen në selinë e Partisë Demokratike. Në asnjë moment nuk ka patur hedhje të gazit lotësjellës në ambientet e Selisë apo në në Selisë së Partisë Demokratike, por kanë qenë hedhje të gazit lotësjellës pikërisht në rrugën kryesore që është shumë pranë Selisë dhe kjo sjell gazin lotësjellës edhe pranë Selisë së Partisë Demokratike. E qartë, duke u referuar sërish edhe të gjithë itinerarit të lëvizjes që kanë patur edhe protestuesit edhe ju si kolegë gazetar më herët gjatë pasdites në terren, nga është devijuar qarkullimi Enkel duke marrë parasysh se zona e rrugës Elbasanit, bulevardi Jeanne d'Arc, pjesa përpara parlamentit janë prej zonave me frekuentimin më të lartë, aq më tepër në orët e mbrëmjes, pra sepse të lidhin për së drejti me qendrën dhe me zona të tjera të rëndësishme të kryeqytetit. Nga është devijuar qarkullimi i automjeteve nga ana e forcave të policisë, me aq informacion sa ke, sepse sigurisht ti ke më tepër lidhje me pjesën politike, po thjesht nga zhvillimet dhe nga lëvizjet në terren pasdite, Keli. Po, ashtu sikur policia e ka të thjeshtë, le të themi, për ta devijuar qarkullimin në këtë protestë, pasi kur Partia Demokratike ka bërë mosbindje civile dhe bllokonte pikërisht këtë kryqëzimin në rrugën e Elbasanit, është një rrugë provizore dytësore që kalon në rrugën e Elbasanit, por që kalon në lagje, pra në tregun elektrik që devijohet që tek le të themi te liceu, më pas do të kalojë te tregu elektrik dhe mund të dalësh më pas tek Bryli, pra përflas për rrugës Elbasanit. Ndërkohë, për sa e përket rrugëve të tjera, të cilat kanë qenë të lira deri në këtë moment, por më pas u zaptuan nga protestuesit, u bllokuan në një farë pike nga ana e autoriteteve, nga policia rrugore, të cilët kanë qenë nga dishmëri dhe prisnin që diçka e tillë do të ndodhte dhe për sa e përket rrugës Durrësit dhe rrugës së Kavajës nuk ka patur një bllokim, por sigurisht është shkaktuar trafik në momentin që kaloi, le të themi, turma e protestuesve në para bashkisë së Tiranës. Ndërkohë, për sa i përket rrugës Elbasanit, ajo është më e prekura në këto momente, pasi aty janë përqendruar edhe protestuesit, pra në kryqëzimin e rrugës Elbasanit që çon pikërisht te parlamenti, është përdorur pikërisht rruga dytësore ose rrugicat që janë në lagje për të dalë tregu elektrik dhe më pas për të shkuar drejt Brylit dhe më pas mund të qarkullojnë destinacione të ndryshme. Ndërkohë, për sa e përket më tutje, pra ndaj të liceu, sigurisht deri atje rruga është e hapur deri në këtë moment, pasi nuk ka protestues, por deri te liceu më pas automjetet drejtohen për të kaluar lart ose mund të përdorin për të kaluar pikërisht nga tregu elektrik ose mund të kalojnë nga qytet studenti për të rënë më gjatë, por për të shmangur turmën sigurisht. Ose mund të përdorin edhe rrugica dytësore të cilat ndodhen ndodhet në apartamente të ndryshme në rrugicat që janë provizore ose që janë ndërtuar për të kaluar qytetarët të cilët përdorin atë zonë, por në kushte të tilla autoritetet janë të detyruar që gjithë trafikun e rrugës Elbasanit ta kalojnë në rrugicat e pallatave. Ndërkohë ka sërish një rikthim, siç e shohim përmes pamjeve Enkel, të grupit të protestuesve në selinë e Partisë Demokratike, pra u larguan para pak minutash, me gjas janë përballur me ujin me presion apo edhe me gazin lotësjellës nga ana e policisë, ndërsa ata rikthehen sërish tashmë tek ambientet e oborrit të Selisë.
Po, kemi parë që tashmë kjo u bë një rutinë në parathërisë së Partisë Demokratike, qytetarët vinë, qëndrojnë për pak minuta, ndërkohë që dëgjojnë që një pjesë vazhdojnë betejën përballjen me autoritetet dhe më pas edhe ata qytetarë të cilët ndodhen në oborri bashkohen. Tashmë janë rikthyer pasi është përdorur gaz lotësillës nga ana e autoriteteve. Po. Ndërkohë në ambientet e brendshme të cilat shërbejnë edhe si një strehim ambienteve të SL-së së Partisë Demokratike. Enkel, po. Po, jemi detyruar të futemi brenda ambienteve të SL-së së Partisë Demokratike për shkak se gazi lotësillës arriti ta pushtonte le të themi kështu të gjithë oborrin e SL-së së Partisë Demokratike dhe me shumë gjas presin që të mos futet në ambientet e SL-së së Partisë Demokratike, pasi në ambientet të mbyllura sigurisht që efekti është edhe më i fortë. Sigurisht që Partia Demokratike dhe do të thënë që Partia Demokratike nuk është se ka marrë masa për të përballuar një situatë të tillë, pasi nuk pritej që gazi lotësillës të arrinte deri këtu në SL-in e Partisë Demokratike. Ndërkohë nuk ndodhen vetëm, këtu ka edhe qytetarë të tjerë që ishin pjesë e protestës, të cilët për t'u shmangur pikërisht gazi lotësillës janë futur brenda në ambientet e SL-së. Por ndërkohë edhe këtu brenda po ndihet gazi lotësillës dhe do të jetë edhe më e vështirë për ta përballuar këtë themi gazin, por sigurisht qytetarët që shikojmë përdorin edhe zyrat, ambientet e zyrave të tjera për të shmangur sado pak le të themi gazi lotësillës, por në ambientet mbyllura e thash është edhe më keq. Kemi Klevis Balliun, deputet e Partisë Demokratike dhe zotin Kılliçi, të cilët janë në gjendje jo të mirë për shkak të gazit lotësillës. Po drejtohen po përpiqen të ndihmohen edhe nga simpatizantë të tjerë për shkak të gazit lotësillës, si zoti Balliu dhe zoti Kılliçi, të cilët kanë qenë le të themi pikërisht në ballë le të themi të kësaj përplasje të fundit mes protestuesve edhe qytetarëve. Dhe në këto momente që unë flas ka prani të gazit lotësillës këtu në SL-in e Partisë Demokratike dhe ndërkohë të gjithë po përpiqemi të shmangim sadopak gazin, por sidoqoftë është hedhur shumë gaz pranë SL-së së Partisë Demokratike dhe e vështirëson disi edhe për të folur, por edhe për të orientuar më saktë. Por sidoqoftë deri më tani situata e qytetarëve nuk paraqitet mirë për shkak të gazit lotësillës që kanë marrë, por edhe disa prej tyre kanë patur nevojë që të marrin dhe ujë, por sigurisht duke hedhur ujë kjo është disi më e vështirë për ta përballuar gazin lotësillës, por ndihmon për momentin, por që të shkakton djegje të fytyt, djegje të syve dhe më pas edhe mbytje dhe pamundësi për të folur. Por deri në këto momente, në paktën unë dhe operatori jon po e përballojmë. Ndërkohë po kërkohen ka edhe të rinj të cilët themi për të strehuar ose për gjetur një vend disi që nuk është prekur nga gazi lotësillës. Ato kontragazet, dimajnë aty më në ambientet e zyrave në këto moment. Cilët disa prej tyre kanë vendosur kundra gaz, por kjo e bën të vështirë për të përballuar besi për shkak të ambientit të mbyllur dhe në momentin që gazi futet nuk mund të qarkullojë dhe është më e vështirë për të larguar. Ndërkohë unë në këtë moment dola nga SL-ja e Partisë Demokratike, siç e shikojmë nga pamjet live, oborri është i boshatisur, qytetarët po përpiqen të largohen, disa janë futur në SL, por në SL ndodhesha edhe unë dhe situata është më e rëndë se sa të dalësh jashtë, pasi aty është ambienti mbyllur.